Majlinda Bregu rrëfen për herë të parë arsye që sipas saj çuan në mos rikandidimin për deputete nga lideri i Partisë Demokratike Lulzim Basha në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian, i cili po mban takimet në kuadër të Shkollës Verore Europiane. Majlinda Bregu flet për betejën që pati me veten, e që sipas saj solli dhe përjashtimin nga partia që kontriboi prej vitit 2005. Ajo që ishte ëndra më sublime e shqiptarëve të jetojnë dhe bashkëveprojnë me njerëz të lirë, për disa u kthye në maktin e tyre më të madh. Se ç'ndodhi në vijim e din të gjithë. Unë pagova çmimin e respektit ndaj vetes, pse thash ca të vërteta të cilat fatkeqësisht vazhdojnë të mbeten edhe sot përsëri të vërteta. Në këtë betejë mes vetes, me instikte dhe pikpamje të ndryshme nga ca të tjerë, dështova. Majlinda Bregu ka një mesazh edhe për pasardhësit e saj që lanë në parti, të cilët në fakt i shesin të keqen më të madhe për politikën në Shqipëri. Ka njerëz që e kalojnë gjithë jetën duke luajtur symbyllazi me shpirtin e tyre dhe përdorin gjithë marifetet e mundshme për të mashtruar veten në atë lojë ku janë përfshirë. Janë njerëz cilët janë mësuar që veten ta kërkojnë ndër të tjerë. Dhe fatkeqësisht këta janë e keqja që nuk mundet dot kollaj. Janë banaliteti dhe rreziku më i madh i politikës shqiptare sot. Dhe po për herë të parë, Majlinda Bregu foli dhe për lajmin që u publikua në disa portale, i cili sipas Bregut e ka zanafillën tek deputetët demokrat. Jam lodhur duke përgënjeshtruar lajme dhe sajesa gjatë gjithë këtyre viteve. Burimin e cilave e gjen fare lehtë, mjafton që të lexosh në një trollak kryshtar, që edhe pse ka bler një mandat parlamentari, e nis punën si shërbëtor.